Çdo vit mijëra të rinj në Kosovë përballen me njërin nga vendimet më të rëndësishme të jetës, zgjedhjen e fakultetit. Por a i çon kjo zgjedhje drejt një profesioni të kërkuar apo drejt një diplome që vështirë se gjen vend në tregun e punës? Në këtë epizod të podcastit 5 pyetje do të flasim me ekspertin e arsimit, Dukajgjin Popovcin, rreth asaj se a përshtaten universitetet në Kosovë me tregun e punës, çfarë duhet të ndrojnë në programet studimore dhe se çfarë duhet të kenë parasysh të rinjt kur zgjedhin fakultetin. Përshëndetje dhe mirë se erdhët, zotëri Popovci. Faleminderit, mirë se u gjeta. Atëherë jemi në këtë javë e aplikimeve dhe pranimeve të studentëve të rinj në universitetet publike të Kosovës. A mund na thoni se sa përshtaten programet studimore të universiteteve në Kosovë me atë se çfarë kërkon tregu i punës? Po që është e vërteta si universitetet ashtu edhe kolegjet bëjnë përpjekje që programet e tyre të jenë në harmoni me kërkesat e tregut të punës, sepse kjo është një kërkesë eksplicite edhe me rastin e procesit të akreditimit. Mirë po problem në Kosovë paraqitet se sa ka informacion të vërtet për nevojat e tregut të punës. Pra tregu i punës të ne është relativisht fluid, nuk është një ekonomi stabile, edhe thjesht është shumë e vështirë që të nxiren projekcione afatgjate në atë kuptim se çfarë saktësisht nevojitet për ushtrimin e profesionit caktuar dhe cili do ishte një numër optimal i studentëve për secilin nga këto programe të studimeve. Prandaj kemi këtu një larmëri, pra shpesh herë mendohet se programi i përshtatet tregut të punës, në fakt kërkesat janë pak më të ndryshme nga ana e tregut, pra kërkohet pak më shumë njohuri praktike, kërkohet pak kur po flas për shkatësitë teknike, kërkohen po ashtu edhe shkatësitë buta, siç janë shkatësitë e komunikimit, planifikimit e kështu me radhë, të cilat shkolla jonë nuk është që i kultivon shumë, dhe këto pastaj paraqiten si pengesa me rastin e punësimit. Pra punëdhënësit e ne shpesh herë duhet të investojnë mjete të konsiderueshme në trajnimin e personelit të vet në mënyrë që t'i pajisin me ato aftësi të cilat janë të nevojshme për të ushtruar profesionin e caktuar. Ku është problemi që është ky hendek mes asaj çfarë realisht kërkon tregu nga një i ri i punësuar dhe asaj çfarë të përgatit universiteti? Po mas pari është një farë inercioni që e karakterizon arsimin e lartë jo vetëm në Kosovë, po në mbar botën, pra ndryshimet në arsimin e lartë nuk bëhen aq shpejt sa bëhen ndryshimet në ekonomi dhe në adaptimin e teknologjive të reja. Kur zhvillohet për shembull një program mësimor, atëherë po e zëm me marrim një lëmisi që është teknologjia e informacionit dhe komunikimit, zhvillohet një program llogaritet që 5-6 vjet do të punohet me atë program, kurse aty teknologjitë ndryshojnë disa herë brenda vitit, është vështirë që t'i përshtaten gjithnjë atyre kërkesave. Prandaj edhe është e arsyeshme që studentët gjatë studimeve të aftësohen për të mësuar. Do me thonë, programi duhet të jetë i tillë që t'i aftësoj studentët jo vetëm për të ditur atë që e mësojnë, edhe për që në gjendje ta zbatojnë, po edhe t'i aftësoj për të mësuar diçka për cilën ata as që kanë dëgjuar gjatë studimeve. Pra thjesht organizimi duhet jetë i tillë, detyrat duhet jenë të tilla, kërkesat duhet jenë të tilla që studenti të llogarisë se duhet të mësoj edhe në mënyrë të pavarur pas përfundimit të studimeve pikërisht në funksion të adaptimit të teknologjive të reja. Për shembull, merrni ju arkitekturën si një profesion i cili dikur ka kërkuar faktikisht punë me dorë. Sot për shembull arkitektura kërkon njohuri të thella të programeve kompjuterike dhe tash ne nuk mund të themi nuk mund të arkitekt që ka diplomuar para 30 vitesh ta tolerojmë që të punoj në mënyrën se si ka mësuar në fakultet, po duhet t'i përshtatet kohës së sotme, t'i përvetsoj këto teknologji të reja, gjë që shkolla e mirë i aftëson njerëzit ta bëjnë. Ju e përmendën në fillim që mësimi i lartë, shkollimi i lartë është ndryshim e sipër në gjithë botën, por edhe nëse s'mund të ketë projekcione për vite, për një afat gjatë, pse vazhdon ende në Kosovë të ketë një mospërputhje të madhe mes asaj që ka studiojnë studentët dhe asaj çfarë kërkon tregu i punës?
Kush problemi? T'ju them të drejtën, ne këtu duhet ta bëjmë një dallim mes sektorit publik edhe sektorit privat. Te sektori privat, ku i kemi pothuajse 45% të studentëve, më tepër përpiqen që t'i përshtaten kërkesave reale dhe kanë një farë fleksibiliteti. Në sektorin publik shpesh herë shkohet me inercian në bazë të shifrave të trashëguara nga e kaluara, do me thonë regjistrim të studentëve në numër të panevojshëm për ekonominë e Kosovës të paktën, edhe thjesht bëhet, do me thënë, vjen deri te një absurditet që të rinjt pastaj orientohen të studiojnë në ato fusha të studimit për të cilat më vonë kanë vështirësi që të gjejnë punë. Pra, nëse marrim si shembull sektorin publik në Kosovë, ju në këtë sektor i keni 5 fakultete juridike dhe 5 fakultete ekonomike. Pa i llogarit fare privatet, sektorin privat. Do me thënë, me këtë një numër i konsiderueshëm i trive orientohet për studime në këtë fushë. Bile statistikat tregojnë që diku rreth 30% e studentëve të ne janë në fushën e biznesit, administrimit dhe ligjit. Do me thënë, këto shkencat politike, gjitha hynë, do me thënë, në këtë fushë. Që është një përqindje jashtëzakonisht e madhe për një vend i cili nuk mund të quhet i pasur. Pra, thjesht, kjo pastaj krijon edhe diskrepanca në tregun e punës dhe krijon situata kur njerëzit me kualifikime të tilla duhet të ushtrojnë profesione për cilat ky kualifikim relativisht nuk i është nevojitur, apo jo. Kanë mundur ta ushtrojnë atë profesion edhe me kualifikimin e mesëm, po ky është realiteti që ndodh. Pra, kemi një farë inercioni, nga ana tjetër sektori privat sheh në radhë parë se çka është kërkesa e studentëve të ardhshëm. Pra, nëse heton që njerëzit vërtet dëshojnë të studiojnë ekonomik, juridik, edhe ata ofrojnë programe të tilla. Po, përpiqen edhe të adaptohen kërkesave të tregut punës. Tash jemi drejt përpjekje për adaptim kërkesave të tregut punës ka edhe në sektorin publik, pothuajse në të gjitha institucionet e arsimit të lartë ekzistojnë të ashtu quajtura borde industriale, roli i të cilave është të këshillojnë institucionin, kryesisht në nivel të fakultetit, se çfarë duhet të jenë programet në mënyrë që t'i përshtaten kërkesave të tregut punës. Tani, sa është kapaciteti i tyre për të dhënë këshilla të dobishme, është një çështje tjetër. Do me thonë se edhe industria, e cila jep, do me thonë, këshilla duhet të jetë e artikuluar. Pra, duhet ta ketë më të qartë se çfarë shkatësish kërkon nga nuk mund të themi që te industria jo. Në zinxhir, ku është problemi? Është problemi tek universitetet, që ndoshta se bëjnë një analizë të tillë, apo që nuk ka të dhëna të sakta çfarë kërkon tregu i punës, apo ndoshta tek vetë studentët që zgjedhin të studiojnë ekonomi edhe pse ka mira ekonomistë të diplomuar, që ndoshta s'kan mund shumë prej tyre të gjejnë vend punë në profesion. Po pikërisht është ashtu, sepse ne nuk kemi analizat mirëfillta të nevojave të tregut punës. Ato bëhen ad hoc, sigurisht edhe për shkak të mungesës kapaciteteve për t'i bërë, po edhe për shkak të gjendjes ekonomike që e kemi në Kosovë dhe një jo stabiliteti në këtë fushë. Pra, unë ju thash, nëse i shohim numrat e të punësuarve, pothuajse dikon rreth 18% janë në fushën e ndërtimtarisë, po e zëm. Menjëherë e shihni që është një fushë, pastaj mbi 20% janë në fushën e tregtisë. Dikun rreth 7-8% janë në fushën e hotelierisë edhe turizmit. Do me thonë, me njëherë ju tregon se cilat janë fushat për momentin më të zhvilluara. Po nuk do me thonë që ndërtimtaria te ne do të ketë një perspektivë kaq të mirë edhe në të ardhmen, sepse janë bërë ndërtimet shumëta edhe regjistrimi i fundit ka treguar se dikun gati gjysma e banesave në Kosovë janë të zbrasta. Dhe me thonë, deri kur do të mund të zhvillohet ajo që të themi ne tash, t'ju themi të rive, orientohuni në fushën e inxhinierisë ndërtimore, sepse do të ketë punë edhe për 40 vitet e ardhshme. Pra nuk është diçka që mund të thuhet. Ne nuk kemi kështu industri të cilat kanë zhvillim stabil. Kemi industrinë e teknologjisë, informacionit dhe komunikimit, e cila është në rritje në një mënyrë. Mirëpo nga ana tjetër kemi edhe inteligjencën artificiale, e cila në shumë vende të botës po i mbyll vendet e punës në këtë industri. Pra dhe këtu paraqitet një pikpyetje se sa kjo industri do të mund të mbijetojë me këtë numër që e ka tani. Dhe gjitha këto bëjnë
që edhe universitetet mos kenë siguri rreth asaj se çfarë realisht duhet të përmbajnë programet e tyre dhe çfarë kuota të përcaktojnë. Po kjo përcaktimi kuotave, po ju them, në universitet është më tepër çështje e inercionit. Është kriju për shkak një hapësirë në një fakultet, e cila i zën, si më thon, 2000 student, dhe ata tentojnë vazhdimisht që të kenë 2000 student aty. Është një profesoriat i cili është për 2000 student, jo për 200, prandaj edhe shkohet pak a shumë me inercion. Me përvojën e juaj, ndoshta në analiza dhe në studimet politika varësimore dhe në përvojën qeveritare, çka këshilloni një student? Kur një student zgjedh fakultetin, duhet të ketë parasysh interesin personal apo mundësinë e punësimit me atë fakultet? Gjithsesi motivimi është shumë i rëndësishëm për studime. Edhe ashtu, viteve të fundit ne po e shohim që interesimi për studime po bie. Pothuajse 30% e maturantëve djem nuk e vazhdojnë më arsimin e lartë, sepse konsiderojnë se me ato shkatësi që i kanë fituar në arsimin e mesëm mund të punojnë. Kjo vrejet posaçërisht e djem. Prandaj edhe kemi një përpjesëtim krejt tjetër gjinor në arsimin e lartë sot nga ai në të kaluarën. Mbi 60% janë vajza dhe gra. Dhe tani sigurisht që motivimi është i rëndësishëm dhe njerëzit duhet ta ndjekin atë dëshirën e vet. Nëse dikush ka prirje për art dhe dëshiron të bëhet artist, ne nuk mund t'i themi fillo të mendosh tani ku do të gjesh punë si artist e kështu me radhë, sepse aty e ka prirjen. Dhe themi shko studio matematikë, sepse matematikë ka vende pune të mjaftueshme në përshkolla, sepse njeriu thjesht nuk ka prirje për atë punë. Mirë, po në kuadër të asaj për çfarë kemi prirje dhe çfarë dëshirojmë, sigurisht që duhet të bëhen zgjidhjet më të mençura të mundshme. Pra, duhet shihet edhe profesioni për cilin je interesuar, po edhe institucioni ku shkon. Domethënë secili institucion e ka një farë reputacionit vet. Ekzistojnë disa rankime ndërkombëtare mbas cilave mund të nxirren përfundime se cilat institucione janë më në një nivel më të lartë, e cilat jo. Për fatkeq ne rankime vendore nuk kemi, dhe studentët duhet të vendosin në mesin e gjitha këtyre. Pastaj ne kemi një situatë kur i kemi 7 universitete regionale, domethënë që janë hapë Universiteti i Prishtinës plus 6 të tjera. Shpeshherë unë vrej që trit orientohen për studime sepse universiteti ndodhet në vendin e tyre të banimit. Unë mendoj se është shumë e rëndësishme ndonjëherë të mendohet edhe për hapjen e horizonteve të reja. Do me thonë, është shumë e dobishme ndonjëherë që një i ri ta regjistroj fakultetin jo bashkë në vendin e vetë banimit, po në një vend tjetër ku i takon disa njerëz të cilët nuk i njeh, disa mentalitete që janë pak më ndryshe apo jo, edhe përballet me disa sfida me të cilat nuk i ka në vendlindjen e vet. Dhe konsideroj që është mirë të mendohet sepse edhe në këtë formë njeriu i fiton disa aftësi që i nevojitet nesër për tregun e punës, pra disa aftësi komunikimi, disa aftësi bashkëveprimi, planifikimi e kështu me radhë. Këto universitete publike që i kemi në Kosovë, po thuajse në secilin qytet të madh të vendit, a duhet ato të reformojnë programet ekzistuese në universitet apo dhe të hapin programe të reja që ndoshta ka vende punë në treg të punës, por s'ka kualifikim shkollor ende për ato punë? T'ju them të drejtën, disa nga këto, ky Universiteti Ferizajt është unik mas pari. Ato po e përjashtoj për kësaj, sepse vërtet është krejt i ndërlidhur me tregun e punës dhe ka emrin Universiteti i Shkencave të Aplikuara. Ndërkaq këto 5 universitete tjera, shumë prej tyre faktikisht i simulojnë programet e Universitetit të Prishtinës. Do me thonë, pak a shumë është i njëjti program, po që realizohet në një mjedis tjetër. Tani, i kanë edhe disa programe që janë unike, mirë po ato janë programet pakta. E përmenda rastin 5 fakultete juridike, 5 fakultete ekonomike. Harova ta them edhe 5 fakultete të edukimit. Do me thonë që prodhojnë mësues dhe edukator parashkollor. Dhe gjitha këto faktikisht punojnë pak a shumë me programet njëjta. Ato mund të kenë dallimin në programe, po kualifikimi që del në fund është i njëjtë. Do del edukator i edukimit parashkollor. Pavarësisht nëse aty ka mësuar një lëndë më ndryshe, e në këtë vendin tjetër e ka mësuar një lëndë më ndryshe. Sigurisht që ato programe ja vlen të reformohen në atë kuptim që të rinjtë të cilët diplomojnë të kenë sa më shumë mundësi, të mos jenë mundësitë e kufizuara.
Dhe me thonë, nëse tash ti dikujt ja kufizon kualifikimin vetëm në kontabilitet, tjetrit ja kufizon vetëm në banka dhe sigurime, e kështu me radhë, atëherë në një mënyrë artificiale krijon situata që njerëzit të mos mund të gjejnë punë lehtë, apo jo. Sepse pastaj ata që janë të profilit bankave dhe sigurimeve detyrohen të orientohen vetëm në për banka dhe organizata të sigurimeve, të cilat po e zvoglojnë stafin për shkak të shërbimeve online, apo jo, për shkak të digitalizimit, dhe duhet ofruar njerëzve më shumë mundësi për punësim. Prandaj edhe mendoj se reformimi i programeve duhet të bëhet në këtë drejtim. Mirë po, t'ju them të drejtën, edhe këtu të këto universitetet e publike shpesh herë gjëra shkojnë me inercian, me dëshirë që të kenë sa më shumë programe, po rritja e numrit programeve nuk po rezulton me rritjen e numrit studentëve. Ne po e shohim që numri i studentëve është vazhdimisht në rënje. Edhe ato më shpejt bjen numri i studentëve në sektorin publik sesa në sektorin privat. Para disa vitesh, sektori privat ka qenë dikun 41% e krejt arsimit lartë. Vitin e kaluar është 47%. Dhe me thonë po shkon duke u rrit pjesëmarrja, pavarësisht faktit që këtu po mbesin vendet e zbrasta. Në cilat fusha ndoshta duhet ketë më shumë punë, të forcohen më shumë në universitet? Po tash, pa analizat mirë fillta të tregut punës, është vështirë të thuhet. Unë i tregova këto shifrat të cilat kanë të bëjnë me punësimin. Mas shumë të mbi 20% punësuarve në Kosovë janë në tregti. Po tash të themi, hajde se kërkesa më e madhe e tregut punës është në fushën e tregtisë, nuk mund ta themi një gjë të tillë sepse tregtia jo me do e mos kërkon njerëz me kualifikime të larta, apo jo, një numër i njerëz ose ndërtimtaria për shembull. Një numër i konsiderueshëm aty janë punëtorë të cilët janë me kualifikim të mesëm ose edhe më pak. Po duket tani se teknologjia e informacionit dhe komunikimit për momentin po jep pak më shumë perspektivë. Pastaj në fushën e arsimit për shembull janë lëndët e shkencave të natyrës, për cilat për fatkeq ka shumë pak interesim, po ka shumë nevojë nëpër shkolla. Se ka profesor që dalin në pension dhe vështirë çdo vit 500 deri në 800 njerëz dalin në pension, plus personeli mësimor në shkollat tona ka arrit një moshë mesatare relativisht lartë, do me thonë afër 50 viteve, dhe duhet pritet që vitet e ardhshme këto daljet në pension do të intensifikohen dhe do të kërkohet zavendësimi i tyre. Mirë po, thjesht unë mendoj se profesionistët e mirë në Kosovë mungojnë në të gjitha fushat. Prandaj edhe nëse dikush vendos të shkoj në juridik, vetëm duhet ta di që aty duhet të bëhet profesionist i mirë, pastaj për të deportuar në tregun e punës, sepse në kohën e sotme për shembull sektori privat vërtet i kushton pak më shumë kujdes cilësive të kandidatit, apo jo. Ndoshta edhe më shumë se sa diplomës. Në sektorin publik ende mund të ketë situata kur njerëzit edhe punësohen për shkak të lidhjeve kështu me radhë, po në sektorin privat gjithnjë më pak. Dhe një çështje të fundit, zotri Popovci, përmendëm pak në fillim këtë numrin e kuadrove që një universitet ose një program synon të nxjerrë në vit. A ka një shpjegim, ta zëm në Universitetin e Prishtinës, si ka mundësi që Fakulteti Ekonomik të ketë 1120 vende për vitin e parë studimeve, të aplikojnë vetëm mbi 800, ndërkohë Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike të ketë mbi 510 vende në total dhe vetëm për njërin prej programeve të aplikojnë mbi 400 student. Cili është shpjegimi për këtë çështje dhe a duhet një ndryshim? Atëherë, Agjencia e Akreditimit me rastin e akreditimit programeve përcakton edhe kuotën maksimale të regjistrimit. Dhe ashtu si funksionojnë universitetet me inercian, shpeshherë edhe agjencia funksionon me inercian dhe i përcakton kuotat ashtu si kanë qenë më herët në vend se të ndryshoj. Kjo që e thatë për Fakultetin Ekonomik, për shembull, duhet ta dim ky është njëri ndër 5 fakultetet ekonomike në sektorin publik. Po flasim vetëm për Prishtinën. Edhe 4 fakultete të tjera. Vetë fakti që del konkursi për 1100 student, kjo është teprim. Sepse 1100 ekonomistë këtu, edhe zene 1100 letjen të gjitha 4 të tjera, 2200 ekonomistë çdo vit, ekonomia jonë nuk ka nevojë për një kapacitet të tillë. Pastaj është pak edhe për habi që 800 vet aplikojnë.
Edhe 800 po të aplikojnë në 1100, është për ta duhet të jetë relativisht e kënaqshme. Nuk është kjo shifër e keqe. Po këta 800 që kanë aplikuar, edhe 800 në 4 fakultete tjera dhe ku e di sa privat, kur ta përfundojnë, a do të mund gjejnë punë në fushën e vet, apo do të punojnë ndonjë punë për cilën nuk ka pas nevojë të studiojnë fare. Kjo është domethënë pyetja. Këtu në këtë fakultetin tjetër ekziston një interesim jashtëzakonisht i madh për teknologjinë e informacionit dhe komunikimit. Ky është njëri ndër programet të asaj fushë në FIEK, po ka programe të tilla edhe në fakultete tjera, edhe brenda UP-s, edhe universiteteve tjera publike, edhe institucioneve private, dhe të gjitha janë përplot. Një drejtim tjetër që tërheq vëmendjen, po për arsye tjera janë drejtimet shëndetësore. Do me thonë, ne kemi numër jashtëzakonisht madh të studentëve, dikun rreth 20% gati, që studiojnë në fushën e shëndetësisë. Absolutisht Kosova nuk ka nevojë për gjithat numër të infermierëve, mjekësia pak më pak sepse është vetëm në sektorin publik. Po këta njerëz përgatiten faktikisht për tregun evropian, ajo është shumë e qartë. Edhe një numër i madh i tyre faktikisht orientohen pas diplomimit në shtetet e Evropës perëndimore, kryesisht për kujdesin paliativ, e gjëra të cilat ne këtu nuk i kemi të zhvilluar, ndërsa atje janë shumë të kërkuara. Pra duhet pas parasysh se arsimi i lartë në kohën e sotme të globalizimit jo gjithnjë i përgatit njerëzit vetëm për tregun e punës në Kosovë. Po një numër i konsiderueshëm i tyre faktikisht na largohen jashtë vendit. Çfarë reforma duhet që ta zëm fakultetet si ekonomiku, si juridiku të kenë numër më të kufizuar në konkurs, sesa fakultetet të tjera për cilat ka shumë interesim të trimve? Kjo është çështje e shtetit, pra Ministria e Arsimit është ajo që i aprovon kuotat, edhe thjesht në Ministrinë e Arsimit duhet ketë një politikë të qartë për aprovimin e kuotave, duhet ketë një dialog mes universiteteve edhe ministrisë në këtë drejtim, edhe nëse universitetet vazhdojnë të propozojnë kuota të larta, Ministria i ka gërshërët në dorë edhe mund të reduktoj ato. Nuk është... Ju e keni provuar njëherë sa keni qenë në ministri? Po, e vërtet. Në atë kohë i patëm reduktuar dikun për rreth 30% fakultetet, regjistrimet në fakultetet ekonomike dhe juridike, edhe mendoj se kanë met në atë nivel të reduktimit 30%, mirë po thjesht mendoj që këtu duhet ketë edhe reduktim të më tutjeshëm, por edhe një farë reformimit programeve ashtu që mos të atomizohen programet, mos të ndahen pa nevojë aty ku mund të jenë të përbashkëta, mund të sigurohet edhe një numër pak më optimal i studentëve, po edhe ju ofrohet njerëzve mundësi pastaj që të mundësi më të mira punësimi, që të mos jenë të fokusuar në një fushë të ngushtë, posaçërisht në nivelin bachelor. Pastaj niveli master është diçka tjetër, në nivelin master edhe kërkohet fokusimi. Po nivelin bachelor mendoj se duhet të jenë programet e tilla që lejojnë një punësim kështu, një zgjedhje më të mirë të jo kufizim aq të madh, do thotë të degëve të ekonomisë, siç janë tash në UP. Po tash do të ishte pa drejt flasim vetëm për ekonominë, sepse gjëra të tilla ka edhe në fakultetet e tjera. Do të thonë ka profilizime të cilat thjesht ndonjëherë edhe e ngulfatin vetë institucionin, sepse pastaj në dy profilet ka numër të vogël të studentëve që nuk e arrin as minimumin, po t'i bashkonte edhe ta krijonte një program i cili mund t'i kënaqë, do të thonë, ambicjet e më shumë njerëzve, sigurisht që do t'i kishte gjithë këta studentë bashkë, plus edhe disa tjerë do të mund vinin me idenë që me përfundimin e këtyre studimeve do të kenë një zgjedhje më të mirë të vendit të punës. Nëse diken e kufizon prej fillimit, atëherë mund t'i jap një shembull, po zom ka qenë dikur një program edukator të fëmijëve të moshës 0 deri në 3 edhe edukator të fëmijëve të moshës 3 deri në 6. Edhe tash janë heq këto dy programe janë bashku, sepse është me të vërtet absurde ta shkollosh diken 4 vjet dhe ti thush ti je vetëm për 0-3 e ti je vetëm për 3-6. Nuk është ne edukimi parashkollor aq i avancuar sa ne ta bëjmë një ndarje të tillë dhe u akufizon mundësitë e punësimit. Me qartë. Faleminderit shumë për kohën dhe bisedën, zotri Popovci. Faleminderit juve, ishte kënaqësi. Shikues dhe dëgjues të Radios Evropa e Lirë, ishte edhe ky podcasti i kësaj jave 5 pyetje. Shihemi dhe dëgjohemi të shtunën e radhës.